Shumë e qartë që Unioni Evropian e ka trajtuar Vučićin me shumë kujdes, pa I bërë presion të madh. Ndoshta edhe për një arsye që pak a shumë është edhe publike që Vučići është një lojtar I rryer I politikës. Po të mos bëhej politikan do të ishte një aktor fantastik, se kur I shikon ato intervistat e tij kur I mban, do thonë Ose lloj do vajtime kur pi Absolutisht, domethënë është ngjangje të flas 2 orë të vajtoj, të ta përshkruaj situatën sigurisht I rrethuar me të gjithë armiqtë e botës dhe ai është I fundit që po mbron Serbinë. Përshpëton Serbinë, po. Po, çfarë desha them është që Serbia në njërin anë ka mbajtur kontakte të ngushta me Rusinë. Apo është diçka që Kosova s'po e kryen punën e vet dhe këto masa po mbesen. Çush e ke pa këtë situatë realisht? Tash pyetja është kur themi Kosova s'po kryen punën e vet. Çka duhet me kry Kosova? Kosova do duhej të kërkesë eksplicite e botës perëndimore të themeloj një asociacion të komunave serb. Qeveria aktuale në marrëveshjen e Ohrit në një mënyrë indirekt ka shprehur një gatishmëri se ajo pika 7 nuk u qëndron kot aty, domethënë që sa I përket krijimit të asociacionit. Çështja është që Vučići praktikisht ka ikë nga tavolina, nuk e ka nënshkruar marrëveshjen. Me arsyetimin tallës se po I dham dora dhe nuk mund ta nënshkruaj. Përfaqësuesi I lartë I bashkisë I Unionit Evropian, kryediplomati Borrell atëherë doli dhe tha ne arritëm marrëveshjen. Unë jam thjesht skeptik a funksionon një marrëveshje me Serbinë pa nënshkrim. Je skeptik që ajo pa nënshkrim që mund të funksionojë. Jam shumë skeptik duke pasur edhe parasysh edhe përvojën e deri tani. Ne dim që ma vonë mas atij dakordimi, domethënë që ka qenë vetëm pa nënshkrim, kryetaria e Parlamentit të Serbisë Brnabić dërgoi letër Unionit Evropian ku tha që ne nuk do ta zbatojmë.